Fjala sot. Sion. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është Sion. Kur flasim për Izraelin, është e pamundur të mos përmendim malin Sion, një nga vendet më të vizituara në Jeruzalem. Kjo fal tempullit Perëndis, që dikur u ndërtua aty nga mbreti Solomon. Ky tempull ishte një ndërtesë madhështore e zbukuruar me ar, një vend i shenjtë ku njerëzit shkonin për të adhuruar Perëndin dhe për të bërë flijime. Por historia nuk përfundon këtu. Na ndiqni në programin e sotëm për të zbuluar një nga ngjarjet më të rëndësishme që kanë lënë gjurmë në histori, dhe mbi të gjitha për të mësuar më shumë rreth tempullit vërtet, vendit më të mrekullueshëm ku njeriu mund të takohet me Perëndin. Donjëherë, thjesht e ndjen se gjërat nuk do të jenë më kurrë si më parë, se një epokë po merr fund dhe një ndryshim i madh po afron. Dhe kështu ndodhi, ndërsa një ditë Jezusi po largohej nga tempulli në Jeruzalem. Ai thirrri dishepujt e tij dhe u tregoi ndërtesat madhështore të tempullit. Kjo ngjarje përshkruhet në Ungjillin sipas Mateut, kapitulli 24. Atëherë Jezusi u tha atyre: "A nuk i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtetë po ju them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rrënohet." Kjo duhet të ketë qenë një deklaratë tronditëse për dishepujt e tij. Tempulli kishte një strukturë madhështore. Përmasat e tij ishin breslënse, më i madh se disa fusha futbolli të marra bashk, dhe ndërtimi i tij kishte zgjatur rreth gati 50 vjet. Ai ngrihej në maj të malit Sion. Në fakt, mali Sion, kodra ku ishte ndërtuar tempulli në Jeruzalem, përfaqësonte ose simbolizonte praninë e Perëndis, shtëpinë e tij mbi tokë. Tempulli ishte ndërtuar për t'u treguar njerëzve se pikërisht në këtë vend banon Perëndia, se ky është një komb i shenjtë dhe Perëndia është në qendër të këtij kombi. Unë kam qenë në Izrael dhe kam vizituar murin e lotëve ose murin e vajtimit, që ndodhet në rrëz të malit të tempullit, dhe gurët e tij janë shumë të mëdhenj, secili me peshë 100 ton. Këta gurë u punuan më parë në gurore dhe më pas u sollën e u vendosën në tempull pa zhurmën e varreve, pa goditjen më të vogël, sepse ishte vendi i shenjtë i Perëndis. Dhe pikërisht për shkak të kësaj shenjtërie, gjithçka që lidhej me ndërtimin e tempullit realizohej ndryshe nga çdo ndërtim tjetër. Kur Jezusi tha se nga ky tempull madhështor nuk do të mbetej asnjë gur pa u rrënuar, kjo ishte një deklaratë tronditëse për dishepujt. Ndoshta në zemrat e tyre ata luteshin: "Jo Perëndi, të lutem, mos lejo që kjo të ndodhë." Por ata e dinin mirë se Jezusi fliste gjithmonë të vërtetën. Ai nuk i thoshte kot fjalët. Ata vetë kishin qenë dëshmitar që sa herë Jezusi kishte folur, edhe kur fjalët dukeshin të pamundura për t'u besuar, ato më pas ishin përmbushur pik për pik. Prandaj dishepujt duhet të kenë qenë të shqetësuar, sepse e kuptuan se ajo që tha Jezusi do të ndodhte vërtet. Në fakt, historia tregon se Jezusi kishte të drejtë. Në vitin 70 pas Krishtit, jo shumë kohë pas ngjitjes së tij në qiell, komandanti romak Titi udhëhoqi një sulm mbi Jeruzalemin dhe tempulli u shkatërrua plotësisht. Mendohet se tempulli fillimisht nuk ishte vënë në shënjestër për t'u shkatëruar, por gjatë luftës së romakëve kundër judejve, sipas rrëfimeve historike, një shigjet me zjarr ra aksidentalisht mbi tempull dhe shkaktoi një zjarr të madh që çoi në shkatërimin e tij. Dhe në fund, nuk ka rëndësi mënyra se si ndodhi. Ajo që ka rëndësi është se fjalët e Jezusit u përmbushën. Një dëshmi e fuqishme së vërtetës së përjetshme, se gjithçka toksore është e përkohshme dhe se tempulli e kishte përmbushur qëllimin e tij. Dhjata e vjetër na tregon se tempulli u ndërtua nga mbreti Solomon,
si një vend lavdie dhe adhurimi për Perëndin. Aty zhvilloheshin shumë festime dhe bëheshin flijime kafshësh për mëkatet. Shumë nga këngët dhe himnet e dhjetës së vjetër këndoheshin në tempull. Ai ishte si kurora e lavdisë për Izraelin. Megjithatë, qëllimi i tempullit ishte i përkohshëm, të ndërmjetësonte për lutjet dhe mëkatin e popullit, derisa të vinte një zëvendësim më i lartë dhe më i përsosur. Dhe Jezusi e dinte mirë këtë, sepse ai vetë ishte zëvendësimi për tempullin. Tek Ungjilli sipas Mateut kapitulli 12, Jezusi e thot qartë: "Dhe unë po ju them se këtu është një më i madh se tempulli." Ai po i referohej vetes së tij. Në një rast tjetër, që mund të jetë po në këtë kapitull, Jezusi flet për ngjarjen kur Davidi dhe njerëzit e tij në ditën e Shabatit po kpusnin kallënj gruri dhe po hanin, dhe ai e përdor këtë episod për të theksuar autoritetin e tij hyjnor, duke thënë se ai është Zoti i Shabatit, i së shtunës. Këto janë deklaratat jashtëzakonshme. Jezusi po shpall se është më i madh se çdo ndërtesë e ngritur për adhurimin e Perëndisë së gjallë të vërtet, dhe jo vetëm kaq, por se ai vetë është zëvendësimi i këtij adhurimi, mishërimi i pranisë së Perëndisë mes njerëzve. Jezusi paraqet qartë faktin se ai është më i rëndësishëm se vetë tempulli, dhe se prej tani e tutje ai do të jetë themeli, vendi i vërtet ku njerëzit do të vinë për të adhuruar Perëndin, për të sjellë sakrificat e tyre dhe për t'ju lutur Zotit përmes Krishtit. Kur Jezusi shkon në tempull, ai na zbulon një realitet tronditës. Gjithçka ishte korruptuar dhe devijuar nga qëllimi fillestar. Tempulli, që dikur ishte vend i shenjtë, ishte kthyer në një qendër tregtie. Aty shiteshin dhe blieshin kafsh me çmime të larta, sidomos gjatë kohës së festave, kur njerëzit vinin nga zona të largëta. Ky treg ishte ngritur në oborrin e jashtëm të tempullit dhe përzierja e tregtisë me adhurimin e Perëndisë, për thënë vërtetën, ishte larg asaj që duhej të ishte një vend i shenjtë. Në Ungjillin sipas Gjonit kapitulli 2, Jezusi merr një kamxhik prej litarësh dhe nxjerr jashtë nga tempulli ata që po e përdornin atë për tregti. Imagjinoni Jezusin duke i përzënë me forcë njerëzit nga shtëpia e Perëndisë. Në vargun 16, ai u thot atyre që shisnin pëllumba: "Hiqini këto gjëra që këtej, mos e bëni shtëpinë e atit tim shtëpi tregtie." Këto fjalë tregojnë zemrimin që Jezusi ndjeu në zemër kundër korrupsionit në atë vend lutjeje. Pastaj, kur disa nga judejt e pyetën: "Ç'shenjë na tregon se i bën këto gjëra?" Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: "Shkatërroni këtë tempull dhe unë për 3 ditë do ta ngre përsëri." Judejt u habitën sepse ndërtimi i tempullit kishte zgjatur 46 vjet dhe ata nuk mund të imagjinonin se si Jezusi do ta ngrinte atë për 3 ditë. Ata nuk e kishin idenë se për çfarë po fliste ai. Ndoshta pjesa e madhe e tyre nuk e kuptonin. Por këtu në tekst na shpjegohet se tempulli për cilin Jezusi po fliste ishte trupi i tij, pasi ai të ngrihej prej së vdekurish ditën e tretë, siç na thuhet tek Ungjilli. Pasi ai u ngrit prej së vdekurish, dishepujt kuptuan fjalët që ai u kishte thënë dhe besuan shkrimin dhe ato që Jezusi kishte folur. Mali Sion është vendi ku ka ndodhur të gjitha këto ngjarje. Ai ishte i vendi i tempullit lavdishëm të Perëndisë, por ky tempull ishte i përkohshëm. Nuk do të qëndronte për gjithmonë. Zoti Perëndi e dinte se flijimet e kafshëve nuk do të vazhdonin pafundësisht. Jezu Krishti, sakrifica përfundimtare për mëkatin, do të vinte dhe do të ofronte veten e tij pikërisht në malin Sion. Ai ishte pagesa e përjetshme për mëkatin e njerëzve. Tempulli i tij, do me thënë trupi i tij, u shkatrua dhe u ngrit përsëri në ditën e tretë, si një dëshmi e fuqishme që ai është më i rëndësishëm se çdo vend toksor, më i rëndësishëm se çdo tempull fizik material. Nuk ka vend më të shenjtë për të takuar Perëndin në lutje se sa Jezu Krishti. Mund të përulemi kudo dhe pranë çdo ndërtese, por lutjet tona nuk do të pranohen nëse nuk bëhen në emrin e Jezusit. Krishti është tempulli i ri, vendi vërtet ku takojmë Perëndin. Ky tempull i ri, Jeruzalemi i ri, Sioni i ri,
është për besimtarët në Krishtin, dhe këtu në Jezusin ne takohemi me Perëndin. Unë pres me padurim të shoh pamjen e mrekullueshme që na paraqet libri i Zbulesës, kapitujt 21 dhe 22, për Sionin e ri, për qiellin dhe tokën e re, për qytetin e shenjtë ku të gjithë njerëzit e Perëndis, ata që e kanë dashur dhe pranuar Jezusin, do të jenë në gjendje të bashkohen dhe të qëndrojnë në praninë e tij të shenjtë. Zhgëzim i jashtëzakonshëm dhe shpresë e përjetshme. Dhe kjo është diçka që duhet ta ndajmë me miq tan. Ne duhet t'i inkurajojmë ata që t'i përulen Jezusit, ta pranojnë atë dhe të vinë tek ai në lutje, duke e mbajtur në zemër dhe në mendje kudo që ndodhen dhe jetojnë. Nëse nuk mund të shkoni në një kishë për të adhuruar, përuluni para tij, përkushtojeni atij mendjen dhe zemrën tuaj dhe adhurojeni me gjithë shpirtin tuaj. Nuk ka rëndësi nëse jeni në një lugin, në shkretëtir, në pyll apo në mal. Kudo që t'jeni, drejtohuni tek Zoti Jezus, sepse ai është vendi juaj i adhurimit, Perëndia dhe mbreti juaj. Pranojeni atë dhe jepini lavdin që meriton emri i tij. Jezus Krishti e dinte fundin që nga fillimi. Ai e dinte se ky tempull madhështor, i ndërtuar nga mbreti Solomon, edhe pse kishte një themel gur gjigant, ishte i përkohshëm dhe do të shkatërrohej një ditë. Por të gjithë ata që e kanë vendosur besimin te Jezus Krishti e dinë se vetëm ai është themeli i palkundur dhe i përjetshëm, jo i përkohshëm. Përqafojini atë dhe përjetoni forcë dhe kurajo në çdo hap të jetës suaj. Për të mësuar më shumë rreth këtij mesazhi, edhe nëse dëshironi të njihni më mirë Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.